O rini muslimane, ju përgëzoj, o ju të cilët e keni pranuar Islamin dhe duroni për hir të Allahut në këto kohë të vështira, të tundimeve të mëdha, që qëndroni larg harameve dhe pse çdo gjë rreth jush ju fton drejt tyre, ju përgëzoj dhe ju kujtoj se Allahu Dhul Xhelal do t'ju shpërblej për çdo mund që bëni për hir të tij. O ju rini, o ju energji e ummetit të Muhamedit, përgëzohuni me hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ku ai përmend duke thënë se rinia ka qenë ajo që e ka ndihmuar më së shumti Islamin. Ti o i ri, nëse po kalon vështirësi dhe siklete, dije se Allahu do të shpërblej shumë fish për këtë sabër që po bën për hir të tij. Dhe kujtoje fjalën e Allahut, se me të vërtet Allahu është me ata të cilët bëjnë durim. Kërkoje diturinë për hir të Zotit dhe dije se ajo ta ndriçon jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër. Dije se Allahu me të hap rrugë prej rrugëve për të shkuar në xhenet. E mëso se si ta adhurosh Allahun një të vetëm.